Ati që na deshi dhe në lau nga mëkatet tona me gjakun e ti, e që na bërin mbretër dhe priftërit të Perëndis dhe atit ti, ati qoft lavdia, pushtetin e jetë të jetëve. Do të falenderoj o Zot Perëndia im, me gjithë zemrën time, e do të lavdëroj emrin tënd për jetë, se e madhe është mëshira jote ndaj meje. Me këto fjalë të shkrimit të shenjtë, dua të shpreh falenderimin tim të thellë ndaj Perëndis për të gjithë të mirat që ka bërë për mua dhe për kishën tonë. Falënderimi ndaj Perëndis përfshin gjithashtu e të gjithë ata njerëz me anë të cilave Perëndia i bëri të mundura këto. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e Ilirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, duke dëshmuar me gjakun dhe jetën e tyre. Oshënarët dhe shenjtorët që e mbajtën dritën e besimit ndër shekuj, martirët e ri, të cilët në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për kishën dhe vendin tonë dhanë jetën e tyre për të ruajtur besimin, identitetin kombëtar dhe gjuhën e tyre. Një listë e gjatë, të cilën do e kujtojmë gjithmonë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përballë me përsekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Kishat dhe manastiret u prishën nga themelët, ose u shndruan në stalla, depo e të tjerë. Ato shkatëruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatëronin besimin në zemrat e njerëzve. Mira, burra e gratë të devotshëm u përndoqën dhe përsekutuan për shkak të besimit të tyre, shumë prej të cilëve dhanë edhe jetën për atë besim. Ishte pikërisht dëshmia e këtyre njerëzve, ajo që frymëzoi mirave të tjerë të mbanin dhe ta bënin besimin e krishterë qendrën e jetës së tyre, duke u bërë një shembull real i premtimit të Zotit se dyert e ferrit nuk do ta mposhtin kishën e tij, të ngritur mbi shkëmbin e besimit. Gjatë gjithë historisë, kisha jon ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, po ti na nxorre në vend ngushëllimi, thot psalmisti. Në kohra kritike e të vështira, Perëndia e vizitoi kishën tonë duke dërguar njerëz të ndritur e të devotshëm. Në këtë ditë dua të nderoj gjithashtu kujtimin e të gjithë paraardhësve të mi dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të kujdesur për grigjen që u ishte besuar. Në listën e gjatë do të doja të përmendja dy personalitete të shquara. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, Imzot Theofanoli ishte njeriu i duar. Ai ishte pajisur nga Perëndia me talentet jashtëzakonshme, një njohës i mirë i jetës kishtare dhe i doktrinës së saj, zotërues i shumë gjuhëve dhe ekspert i mirë i muzikës kishtare. Ai dha një kontribut të paçmuar për ndërgjegjësimin kombëtar dhe përgatitjen e autoqefalisë, si dhe të teksteve kishtare. Në një kohë rekord, i vetëm dhe në mungesë të një tradite të gjuhës kishtare, ai e pajisi kishën me librat kryesorë të adhurimit ortodoks. Shpirti i tij poetik dhe kultura e gjerë do t'i jepin përkthimeve të tij një fuqi dhe bukuri të papërsëritshme. Në fund të shekullit 20, kur kisha ortodokse, se të gjithë komunitetet tjera fetare të vendit u gjet krejtësisht e rënuar dhe ringritja e saj duke një mision i pamundur. Por përsëri, Perëndia dërgoi një tjetër person të ndritur, të pajisur gjithashtu me talente të shumta, kryepiskopin Anastas. I cili e bëri të mundur rindërtimin e saj. Në vizionin e tij, ndërtesat nuk ishin një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të realizuar veprën shpëtimtare të kishës. Predikimi i tij publik dhe privat ka qenë gjithmonë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore, duke përhapur një frymë pajtimi dhe falje brenda kishës dhe më gjerë, frymë të cilën duhet ta ruajmë e ta vazhdojmë. Për të gjitha këto, mendoj se më e pakta që ne mund të bëjmë është t'u themi faleminderit e t'u jemi gjithmonë mirënjohës, sepse besimi i vërtet nuk ndahet ka falënderimi dhe mirënjohja. Asgjë nuk është më e pëlqyeshme te Perëndia se sa një shpirt mirënjohës dhe falënderues, shkruan Shën Johan Gojarti.
Sa më shumë mirënjohje të kemi, aq më afër do të jetë Perëndia tek ne. Por falënderimi, ashtu si çdo ndjenjë thellë, nuk mund të jetë vetëm ndjenjë, por është edhe veprim. Çdo të jap Zotit në këmbim të gjitha të mirave që më ka bërë, pyet veten psalmisti. Kjo pyetje na drejtohet edhe neve sot. Jam I vetëdijshëm për peshën e madhe mbi supet e mia të dobta. Vetëm shpresat e Perëndia, ai që I jep forcë lodhurit dhe rrit fuqinë të dobtit, na jep kuraj dhe fuqi për të vazhduar pa u lodhur. Përpjeket për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Çdo kohë ka pasur sfidat e saj. Shekullin në cilët jetojmë, me teknologjitë e reja, humbjen e vlerave tradicionale, pluralizmin kulturor dhe fetar, paraqet sfida të reja dhe të ndryshme për të gjithë komunitetin njerëzor në përgjithësi, dhe nga këto sfida, padyshim nuk mund përshtohet as dhe kisha jonë ortodokse. Ne na duhet që të përballemi me këto sfida, jo vetëm thjesht për të mbrojtur, por të gjejmë zgjedhje origjinale dhe krijuese si pjesë e përgjegjësisë sonë në këtë kohë. Ndonse kohërat dhe përgjigjet nuk mund të jenë gjithmonë të njëjta dhe metodat mund të jenë të ndryshme, por fryma që përshkron ato duhet të mbetet gjithmonë e njëjtë, dashuria ndaj Perëndisë e ndaj gjithë njerëzve, kushdo qofshin ata. Përpjekjet dhe përqendrimi ynë duhet të jenë ruajtja dhe mbrojtja e traditës së shenjtë dhe besnikëria ndaj mësimeve të Zotit, të transmetuara nga apostujt deri në ditët tona. Forcimi I unitetit brenda kishës është një nevojë e domosdoshme për të realizuar qëllimin e saj. Vetëm nëse jemi të bashkuar, kisha mund të forcohet, e dëshmia e saj për Krishtin tek bota do të jetë e besueshme. Prioriteti I kishës ka qenë gjithmonë ungjilli I mbretërisë së Perëndisë. Por ajo e kupton këtë ungjill të mbretërisë të rëndësishëm dhe në këtë jetë. Për kujdesja jonë duhet të jetë ndaj të gjithëve, sidomos ndaj atyre që janë të varfër, në nevojë, në sëmundje, në vetmi dhe të manjanuar. Nëse nuk e gjen Krishtin tek lypsi në dyert e kishës, thot Shënë Jan Gojarti, nuk do e gjesh dot në kupën e kungimit. Siç dihet dhe pranohet nga të gjithë, familja është qeliza fillestare e jetës shoqërore. Kisha ortodokse mëson se një familje e shëndetshme ndërtohet mbi shenjtërinë e martesës si një doktrinë themelore e pa diskutueshme dhe e pa tjetërsueshme. Kur flitet për fenë në Shqipëri, gjithmonë përmendet bashkëtesa fetare, e cila është një thesar I madh I vendit tonë. Por si çdo gjë, ashtu edhe bashkëtesa nuk është statike. Është detyra jonë sot dhe atyre që do të vinë, që ta ruajmë e ta forcojmë vazhdimisht, sepse ashtu si çdo pasuri, ajo duhet mbrojtur, zhvilluar më tej për të mirën e të gjithëve. Duhet të inkurajojmë me dashuri dhe me urtësi, sidomos të rinjt, ta duan vendin e tyre e të mos e braktisin. Sakrificat për të tjerët kushtojnë, por ato do të sjellin gëzim dhe do të plotësojnë jetën e tyre, sepse një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Kisha ortodokse atë që falë Shqipërisë do të jetë gjithmonë miqësore, e dëshiron të jetojë me paqe me të gjithë, duke ndjekur këshillën e vyer të Shën Pavlit. Nëse mundet, sa varet nga ju, të keni paqe me të gjithë njerëzit. Ajo do të përpiqet brenda mundësive të saj modeste, të nxjisë e të ketë një pjesëmarrje aktive, si në dialogun pan-ortodoks, ashtu dhe në dialogun me të gjithë të tjerët. Personalisht, do të përpiqem me gjithë forcën time të shërbej grigjës që më ka besuar Perëndia, duke patur parasysh gjithmonë fjalët e Zotit, se biri I njeriut nuk erdhi që të shërbehet, po që të shërbej. Shërbesa jonë është për t'ju shërbyer të tjerëve. Do të përpiqem të jemi gatshëm për të dëgjuar e për të këshilluar me klerikët dhe laikët dhe për vizita pastorale në të gjitha dioqezat. Për të mbajtur peshën e kësaj përgjegjësie, I lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë detyrë të vështirë, po njëkohësisht të shenjtë. Së fundi, do doja të shpreh mirërinë time ndaj anëtarëve të Sinodit të Shenjtë, të cilët më besuan e më zgjodhen. Falenderoj të gjithë përfaqësuesit e kishave të tjera ortodokse, autoritetet shtetërore, përfaqësuesit diplomatik, gjithë klerikët dhe besimtarët e kishës sonë, si dhe miqtë e dashamirësit për praninë e tyre
dhe lutem që Perëndia ta mbrojë kishën tonë, ta ndriçojë popullin tonë e ta bekojë vendin tonë. Amin. Joanit Fortëlumurit, kryepiskop dhe Fortëhirëshmit,